Fatos Nano, 3 herë kryeministër i Shqipërisë, i cili nuk shërbeu kur një mandat të plot dhe u burgos për korrupsion, u nda nga jeta më 31 tetor në moshën 73 vjeçare. Nano ishte kryeministër i Shqipërisë 3 herë, ndërsa për 13 vjet ishte kryetari i Partisë Socialiste. Zëri ka rikthyer dhe disa nga momentet kyçe në politik, si burgosja e tij, debati historik i Fatos Nanos dhe Sali Berishës, apo mbledhja treditore në 2001, ku Nano akuzoi anëtarët e Partisë Socialiste. Në mars 1992, Partia Demokratike fitoi zgjedhjet dhe një vit më pas, Fatos Nano u burgos pasi u akuzua për korrupsion dhe abuzim detyre nga gjykata. Nano u lirua pas 5 vitesh në 1997, pas një amnistie të dhënë nga presidenti i asaj kohe Sali Berisha. Po në 97-ën, Nano u emërua sërish kryeministër pas dorëheqjes së Sali Berishës. Përballja historike mes Nanos dhe Berishës u bë në vitin 2002. Ky do të ishte debati i parë dhe i vetëm ku dy liderët politik të dy partive kryesore të vendit ballafaqoheshin në një përballje televizive. Nano drejtoi jo përmes forcës së pushtetit, por u imponua përmes betejave të brendshme. Një moment kyç ishte edhe mbledhja e jashtëzakonshme e Komitetit të Përgjithshëm Drejtues të Partisë Socialiste në KPD-n e famshme të dhjetorit 2001, mbledhje e cila zgjati 3 ditë, dha në dorëheqjen 3 ministra të qeverisë Meta. Në KPD, në shënjestër kryesore, Nano vendosi Metën dhe disa udhëheqës të Partisë Socialiste. Më 1 shtator 2005, Nano dha dorëheqjen sekretari i Partisë Socialiste. Ai kërkoi të zgjidhej si president më 8 korrik 2007, por zgjedhjet u bojkotuan.